Jemi këtu, kemi masa Slimsa. Slimsa po pime dhe do shikojmë ndeshje si do dalin sot. Si mu i pronostico për oggi? Tomi solli rushiti mua aty për kopi. Aliu. Po. Shumë mirë. Më pyet, ç'a doni? Doni na një ide, na një mendim? Pyet. Si mund të dalin këto si ti si profesionist që je logjik, profesionist statistik, matematik? Unë them Milan Sassuolo 2 gol do Pjeta Pinamonti. Edhe këtu jemi Pinamonti, këtu jemi në Çendobugi. Jemi Bestrov. Non Bistrov, Bestrov. Bestrov. Kjo është parashikimi profesor Onis Inglushi. Jemi këtu me Fredi Frezio Opinion. Po. Dhe Djashka. Po, me veshka. Na thunë ai tjetër Oni. Pastaj kemi Bologna Juve. Atencion. 1 gol. 1 gol. Senja Orsolini. Orsolini dhe ky po jep dhe markatorët, ta keni kujdes njerëzit, mos ani rrushe kumba, ani burduma. Edhe rushiti kur erdhi që më solli Slimsa të shu tha 1 gol Senja Orsolini. Tjetër që ke Onushe? E ka çun gjaja ai po me pasaport shqiptare. Kushëri e Frymëziu. Bravo. Shumë mirë. Vazhdo thoj ti pronostikon tënd. Unë jap një pronostiko. Pronostiko im është sot. Kapin ai skedin se pronostika tha Onit. Me mund të fitojmë sot, mund dalin ai. Do bëjmë një societa sot, një 200 euro në kokë. Mund ta hapim në ai biznesmen. Po, në ai lavanderi. Oni, jepi salutën e fundit shqiptarëve se kanë ardhur jashtë vitiri, vinë shqiptarë nga Shqipëria, vinë Itali për festuar me familjen. Se kanë ndryshuar tani, Jo, përpara ikshim këto, tash vinë Shqipëria këtu. Vinë me traget apo me avion, varet.